Në një kohë kur fëmijët gjithnjë më shumë po përballen me sfidat e izolimit, mungesës së aktivitetit fizik dhe ndikimit të teknologjisë në përditshmërinë e tyre, sporti mbetet një nga rrugët më të sigurta për edukim, zhvillim dhe ndërtim të vetbesimit. Ndonjëherë, mësimet më të rëndësishme nuk zhvillohen vetëm në bankat e shkollës, por edhe në fushën e lojës, aty ku fëmijët mësojnë të fitojnë, të humbin dhe të besojnë në veten e tyre dhe të ecin përpara së bashku. Dhe për ta provokuar këndjesi, Qendra për Inovacione dhe Zhvillim në bashkëpunim me Shkollën Fillore Iliria në Prishtinë, në kuadër të projektit Sporti për Edukim dhe Vetbesim, i cili përkrahët nga Komuna e Prishtinës, organizoi një turne në futbollit, ku zëri i fëmijëve dhe fryma e agarës u bashkuan në një aktivitet që shkon përtej një turneje të zakonshëm sportiv. Mbi 50 nxënës të klasave të para u bën pjesë një dite të veçantë futbolli, ku çdo rrëzim, pasim apo gol tregoi fuqinë që sporti ka në formimin e karakterit dhe krijimin e lidhjeve mes fëmijëve. Ky mini turne nuk ishte vetëm një garë sportive, por një pasqyrë e qartë e energjisë, entuziazmit dhe dëshirës që fëmijët kanë për të qenë aktiv, për të bashkëpunuar dhe për të ndjerë pjesë e një ekipi. Në fytyrat e tyre shihej gëzimi i lojës, emocionet e çdo aksioni dhe krenaria për të përfaqësuar klasën apo shokët e tyre. Pikërisht, aktivitetet e tilla dëshmojnë se sporti mbetet një nga mënyrat më të mira për t'i larguar fëmijët nga rutina pasive dhe për t'i afruar drejt një jete më të shëndetshme dhe më sociale. Përmes këtij organizimi u pa qartë se sa shumë ndikim pozitiv ka sporti në zhvillimin emocional dhe shoqëror të fëmijëve. Ata jo vetëm që karuan, por mësuan të respektojnë njëri tjetrin, të ndihmojnë shokun e skuadrës dhe të kuptojnë rëndësinë e disiplinës të përkushtimit. Ky aktivitet krijoi një atmosferë motivuese dhe frymëzuese, duke treguar se investimi në sportin për fëmijë është investim i drejtpërdrejtë në edukimin, vetbesimin dhe të ardhmen e tyre. Ky aktivitet u realizua në kuadër të projektit Sporti për Edukim dhe Vetbesim, që po zbatohet nga organizata jo qeveritare Qendra për Inovacione dhe Zhvillim me mbështetjen financiare të Komunës së Prishtinës. Projekti ka për qëllim promovimin e edukimit jo formal përmes sportit, për të nxitur stilin e shëndetshëm të jetës dhe për të fuqizuar brezat e rinj përmes bashkëpunimit, disiplinës dhe respektit të ndërsjellë.